ata vëllezërit e mi atje ishin me biznes, edhe u kyqa tani edhe direkt me ta. Sfida e madhe emocionale për shembull për një individ që shkon atje janë prind, si familje e kena këshuar gjithë me pas një kulet bashkë. Jo me këshuar me dalë gjithë ne. Tash mirë çakollimi kena pas vitin e 2021, që tash për momentin për shembull jena dikon te 15 milionë. So e na konë edhe so jem, kjo është diçka që se arrin na zemoni vet aty. Kur kena bosit kompanie na konë 4-5 në fillim. Tash jemi dikon për 100. E kom pas bo edhe një bast edhe një kështu me një shok, bile thësha kur t'i bëj 40 vjet, më u kthy. Okej. E kam edhe një vit, më kam edhe një vit që veç i ka skadua fati për menajt atje, me na kriju kushtet e mira kthehen shumë njerëz. Që kanë më rrit diçka në gurbet, për shembull, në Mergat, pa më pas u shku, edhe me i prua ata me i thith edhe mendimet e tyne jo veç parën. Mas pore si perceptim që Mergata diaspora janë me Albinin, unë shoh që është e gabuar komplet. Janë ndonjë njerëz që spritojnë më shpërfaq, spritojnë me ofendu, nuk pritojnë me përkra në këtë rast vetvendosin, edhe ato e shfaqin pa kur fare irritimi, pa kur fare Partia Ramushit edhe Aleancës për shembull, si e vetmja për momentin që mund të më jap garanci me bë diçka në Kosovë. Qashtu e peshohëm edhe na si diasporë. U bën një përçarje e madhe, ekstreme e madhe, domethënë mes partisë vetvendosi edhe këtyre tjerëve. Nuk guxojmë na ndodh neve si shqiptar, po duhet me pas një bashkim, pa marrë parasysh çka thojnë partitë e caktuara. Këto 5 vite të mbroma çdo sen ka tentuar më shef. Çau ka bëhet me parën e tyne, se në fundit parë është e qytetarit. Pse domosdoshmërisht ka kanë domethënë gurbetçar ose mërkimtar ka kanë me Albinin, kur ki edhe në Kosovë domethënë që janë kundër Albinit ose janë me parti tjera në atë aspekt. Nuk ka transparencë, nuk ka qëllim të mirë për me bëu për këtë vend, po janë tendenca mi pasuru do individa. Përshëndetje miq të gazetës Demos, të podcastit të bëm, mirë se po takohemi edhe në këtë të diel. E festat e fundvitit vetë si janë afru, tashmë po dihet se krejt mërgjimtarët janë mësyn Kosovës. Po që sa herë nuk janë ka vinë veç për festat fundvitit, se kësi herë na presin edhe zgjedhjet. Aq ma interesante, aq ma mirë është dikush ka zgjedhur që me gjon mërgimin, me arën Kosovë me kandidu për deputet, e që populli mja po hajrin. Kështu që sot me mu bashkë në studio është Mehmet Klinaku, nga radhët e Aleancës për Armërinë e Kosovës, i cili kandidon për deputet. Kështu që po vazhdojna direkt e Mehmeti. Përshëndetje. Përshëndetje. Si fillim nuk pelu pak anash që të pjesën e partive politike, zgjedhjeve, po du me të pyet pak si fillim për vushtrinë, se më sa e di prej vushtrisë. Po, unë jam për vushtrisë, vi nga vushtria domosdoshmë, nga fshati Pivulak, i lindur në vitin 1986. Deri në sa, se na veç e përmena që të ka ra me shku dhe me jetu jashtë vendit, deri në çfarë vitesh ke jetu në Kosovë? Në 2009, në fakt se ku marr rrugën për Gërbet, për një në Sloveni, tani në Gjermani. Çush kanë qenë ato vite e para, ç'e mon men? Unë më mend si një herë si e frikshme se kur shkova në fillim tentuva me studiu domethënë arkitekturën, se si student i arkitekturës që studiova këtu, desha me vazhdu edhe me përfundu në Gërbet. Po e posh që nuk ishte edhe e lehtë, domethënë, ata vëllezërit e mi atje ishin me biznes, që kishin një biznes shumë shnosh në atë kohë. Edhe u kyqa tani edhe direkt me ta. A mon men cila pas ka qenë puna e parë që pas ke bo, dhe pse ty po më duket pas ka ra pak ma mirë, ju sikur atyne që kanë shku se kanë pas kërkan atje u dash me u gjinë vetë. Bravo, jo, në qatë aspektu në kom pas shumë malet, se vllaznia mi e kam pas një biznes për 2006-ës, kur shkova në 2009-ën, ata veç ishin konë, do më thonë, të funksionu shumë mirë, në atë kohë kena punu në për Kulma, a moj na konë si nën kontraktur firma të mëdha të Gjermanisë. Edhe kjo ka vazhdu tani si deri në vitin 2019 dikun, ku tani hapëm edhe një firmë me u zanu, me marrë edhe projekte direkt na, mos me konë gjithë në varën për dikujna, po me marrë edhe vetë. Në 2019 ne hapëm një firmë GmbH. Cila ka qenë mendimet e para se me shku atje, domethënë çfarë ka shty ty që me lën Kosovën edhe me shku me vazhdu jetën atje? Mendimet e para, në qatë studimeve këtu, dhe në shkollë të mesme për konë, nashta edhe si Mehmet, si djalë ambiciöz në atë aspekt, desha me këshyrë edhe vetë me shku pak atje, me këshyrë qa është ka bëhet. Se i posha gjithë të orë, kur veshin këtu, kisha si ondër nashta i shkon edhe mirë dhe vetë me shku në herë dhe me këshyrë qa u ka bëhet, dhe çfarë jetë është atje, çfarë realiteti është atje. Po kur shkova nuk e diçka që ke ndryshim shumë i madh, po. Çka ke na sen kur shkove që tha, po më duket s'ka kaq ashtu që pas na menu. Në fillim vitin e parë domethënë është prezantion është shumë vështirë, domethënë derisa të ambientuash, derisa të mësosh gjuhën. Unë për në 6 muajt e parë pa ta marrë edhe një kurs, pa ta bëj kështu si kurs intensiv për më mësuar gjermanishtën, që më u qas më kallaj çdo sani.
e mësova këgja mirë, tani janë nisë edhe më ambientu ka pak. Po nuk është domethënë që e menova në fillim, viti i parë, çdo njëri ka atë perceptimin e vet që thotë valla këtu s'pegjojsha vetë. Po janë nisë me kohën në shoqënia xhanohet edhe të pas parasysh që i përmend edhe vllaznin që janë kon atje, sa ka qenë ndihmë për ty me pas dikan edhe me vazhdu jetën atje, të pas parasysh që janë kon vllaznia, e kanë pas edhe ata një punë, cilën ti ke mujt madje më shku me bë. Jo, ajo kon edhe shumë e lehtë në atë aspekt që sa i përket sfidës tëm, se plus jam kon i mbështetur financiarisht për tyne. Nuk kam pas edhe probleme ekonomike, s'kam pas kur jam shkuar atje. Që ajo kon kryesorja që kam mujt me ndiku edhe mos më dok shumë keq në atë aspekt. Domethënë nuk të pas ka dok keq në ato fillimet e tua. Që thash, emocionalisht ndikoj keq është, domethënë nuk je për atë vend, po tani kur shkon me kohë, mësohesh edhe me vendin edhe krijon një shoqëri tjetër. E përmend këtë pjesën emocionale, çka të mungoj ke kur shkova atje? Kush të mungoj ke këto që e lën Kosovën, që tha, edhe të ka ardha ato mendimet e para që qysh i lash, i raknena, e kështu. Kur i lën prind, kryesorja që janë sfida më e madhe emocionale për shembull për një individ që shkon atje janë prind, vëllai i vogël edhe plus shoqënia. Po ta krijoni rreth një shoqëni të shnosh për shembull në gjimnaz edhe në fakultet. Tash unë po të më të pyet pak se të pas parasysh që pas ke punu me vllazni, tash na shtatat kanë stimulu pak, e ke pas pagën pak më të madhe se na i sen. Sa kanë në rroga e parë që e ke marrë që na shtato kanë dok parë shumë që i ke marrë në krahasi me Kosovë. Ja, në Kosovë se në fakt s'kam punu se shoqër nuk ka pas nevojë, unë kam përkrau edhe se jam kon në fakultet. Edhe si krahasim nuk mujt me bë, po kur shkova atje në rrugë sa me çarkulluan fillim me kompos, ashtu kështu. Se si biznes dhe si familje e kena këshyrë gjithë me pasi një kulet bashkë. Jo me këshyrë me dalë gjithë ne, po e kena këshyrë gjithë që ato synimi që e kena si familje mi bo bashkë, jo me do aj me pagë veçantë, këtë tjetëri me pagë ekstra, kështu si kena këshyrë në drejtim. Tash unë po të më të pyet pak, a vazhdove me punu hala me vllaznia, dole me ha biznes në vete, se unë e di që funksionon tash edhe me biznes tondin. Jo, bravo, ja në atë aspekt mirë ekip, po unë dola e mora thash se vllaznia mi në atë aspekt e majtën shumë gjatë, po kur e poshën edhe pak çapo lypet, e mora në 2019 thash apo ma lëni mu pak, se mu tash më rani pak. Ta rani, a? Po dhe, Okej. se vllaznia kanë më të mëdhej. E menaxhun domethënë kam bënë menaxhim super, po unë i kisha kritikat e mia në stop. Edhe që tentoisha gjithë që mëret edhe më mirë. Apo na tregon pak për biznesin pra atje. Çka punoni, çysh punoni? Na jena një kompani BBM, e ka emrin? Besnik Besi Mehmet, i bjen. Si krejt shqiptar po m'duket që ja u lojnë emrat e krejt vllaznive bashk. A ke pas e lojnë me mbi emër ose i lojnë me shkruajnë atë parat vllaznive? Po normal. Super. Normal, që na simbolizon më shumë Po. është. Domethënë si firmë kur e mur emrin BBM, GmbH e qelum si GmbH tani, që i bjen edhe këtu si SHPK. Po. Edhe ja nisëm tani në drejtim me marrë edhe punë vet. Se kjo kon sfida më e madhe e ke shqiptarëve atje, që me orë deri te mundësia e projekteve direkte, jo me kon një kontraktori i ku më di çfarë firme, po me pas punë direkt. Po. Edhe kur e morë vetë në dorë, a të dok më e lehtë, a më e vështirë? A tha që nashta vllaznia pas kanë bën më mirë, a tash tepe bën më mirë. Kush ja nisi me punu më shumë tani? Jo, mora edhe gabimet e tyre, edhe gabimet e shumicës njerëzve që i poshtë, dhe nuk i përdora si gabim, po e përmirësova. A marr mend çu keni fillu, sa u dash investim për fillim ashtu? Në fillim kur kena hap me 12 gusht, më thonë, vitit 2019 kena hap kompaninë me 25.000 euro që do të më shtinin to si kapital. Edhe që do kon starti jonë, domethënë. Jena kon në fillim si me 4-5 veta. Edhe kena vazhdu domethënë të marr punëtor të ri, të tentu me urrit. Ti përmend fillimin me sa keni nis. Tash jena në vitin 2025. Sa ke mujt me dal me nxjerr parat e tua ose sa ke mujt me fitu prej kësaj pune. Është normal që secili kur fillojnë ani punë, presim që me fitu pa asaj pune. Ja në fillim kur investuam na nuk e edhe shumë investim i madh, se ke veç vazhdimi i biznesit vllaznive. Nuk ke diçka që unë pota një borxh diku në mora edhe më nis biznes, por ke shumë çakullin por. Në atë aspekt nuk e patëm problem, po kur ja nisëm me bë, domethënë në atë vakt që nisëm me çato financimin që e bënëm të parë 25.000 euro, tash e kena nxjerr shumë festë domethënë, nuk është Sa për bjen që kjo shumë festë, dhe më duket keq që janë të këqyjën të menu sa ka fitu. Ja në fillim tash me skeru pak, edhe me dole edhe në temën ashta me dole edhe pak pe vetës, me atë modestin për shembull. Në fillim kur kena filluar në 2019, në 2020, në 2021 kena pas vështirësitë tona domethënë në lodhjet. Në 2021 me bën një krahasim shumë thjesht, kena pas dikon për shembull 500.000 euro tyra, që i bjen kjo tyra domethënë të firmës
si në atë aspekt shqipjen kjo për shembull me pas tyra firma si fillestare ose që jo, gjatë të vitit për shembull, gjatë këtë vitit si përfundim sa keni arrit me fitu. Jo me fitu, po ose çarkullim, okay. Tash mirë çarkullimi kena pas vitin e 2021, që tash për momentin për shembull jena dikon te 15 milionë. Në atë lëvizjen që kena bërë shumë. Edhe jo vetëm na, po në përgjithësi si shqiptar 5 vitet e mbroma, 6 vitet e mbroma kam pas një ngritje shumë të lartë. Sa një shkrenar që për një periudhë kaq shkurt ke mujt me arrit që me fitu prej punës tane? Unë jena shumë krenar se me fol me gjermanë dhe me çata njerëz që na japin punën neve dhe kur bën tema sa na kanë dhe sa jem, kjo është diçka që se arrin azemoni vet aty. Me sa punëtor tha që keni filluar dhe sa i ki momentalisht? Në fillim kur na dalën, kur kena bosit kompani na kanë 4-5 në fillim. Tash jemi dikon për 100. A janë shqiptar, a janë gjerman? Se po mduket shqiptarët e kanë atë mendimin që me punu me gjerman është më mirë. E te, a i ki shqiptar, a i ki marrë gjerman punëtor? Na i kem 90% shqiptar, të marrë një 3-4, so me thonë, plus edhe në Peru, so punojnë në zyre aty, 90% janë shqiptar. Qysh është me punu me shqiptar? Për këta që vinë prej Kosovës në Gjermani, edhe që mandej fillon me punu, a janë punëtor, se shumica thonë që kur po shkojnë anë tani po përtojnë me punu, se na mësu këtu në Kosovë pak më lehtë me pas punë. Jo, unë shka të kundërtën komplet. Qëta punëtor që i kena marrë na me ku, në stop, edhe i kena marrë përmes viza ndryshme si Slovene, si Gjermane, kur i norë atje në fillim, unë e kum vrejt në shtë edhe që u konë edhe qilë si suksesit u konë edhe bashkëpunimi me punëtorin. Jo me po ato si pol që bënë qka të i thushti, po me po një farë mënyrë bashkëpunëtor. Edhe në atë forum e kena kriju edhe klimen në kompani tonë që çdo njëri e një vetën si në shtëpi vet. Edhe ka një farë vullneti, një farë synimi që në fund vitit kur dolëm, e këna mërri që atë synim bashkë, pa do asë të njojsh. Na folëm pak të puna e biznesit, e përmenëm se qysh ke shku si fillim, qa ke arrit me bu, e tash unë e përdu me kalu të pjesa kryesore, që unë e thash që në qëtë periudhë mërgjimtarë të Kosovë vinë vesa për festa, ati ke arë me një qëllim krejt tjetër, apo na tregon për qa ke arë në Kosovë? Në Kosovë tash e ku marrë një farë misioni me thonë që është komplet ndryshe si dhe i tash e ku më punu. Edhe një mision në politikë me bo nuk është edhe tani si profesion, po është edhe ma shumë si mision me qu diçka për para për qëta njërës, për Kosovën në rëndë parë, edhe për familjen teme, sidomos se çdo njëri synon që ato në qatë drejtim me mbroj qatë farë. Mu po më intereson me ditë, a ke marrë me nejtë krejt në Kosovë, nëse zgjedhësh deputet, a ke me bo kështu 3 muaj atje, 3 muaj këto, a që shkimi a bo? Kjo puna e kthimit këtu në kom pas synim edhe për para, pa të në të hiq më bote për të. Kjo është komplet tjetër temë. E kom pas bo edhe një bast, edhe një kështu me një shok, bile thësha kur t'i bëj 40 vjet, më u kthy. Okej. E kam edhe një vit, më kam edhe një vit që veç i ka skadua fati për me nejt atje, po esenca është që me na kriju kushtet e mira kthehen shumë njerëz. Po më duket e pas ke menu shumë mirë, tash 39 vjet pi bjen që i ki, gati mi bo 40, zgjedhësh deputet edhe rën Kosovë. Në rregull, po. Do me nejt këso. Esenca është që edhe në qatë drejtim me punu, me mujt me bo diçka që më kthy, që me të kriju edhe kushtet. Se nuk të më thonë që na në Kosovë kena një temë non stop që pe përdorëm që qysh po ikun shqiptarët për Kosovë, a nuk e përdorëm kur një temë që qysh mi kthy ata që shkon atje, pse qysh mi kthy në Kosovë. Kosovë kthehen mendimin e shqiptarëve që janë atje të suksesshëm, që kanë mërri diçka në gërbet, për shembull në Mergat, pa marrë pas shku, edhe me i prua ata me i thith edhe mendimet e tyne jo veç parën. Çka mendon që do të pas Kosova që me u kthy mërgjimtarët që janë atje me u kthy në Kosovë? Çka i mungon Kosovës? Kosovës i mungon në radhë të parë për shembull siguria, që e ka edhe Aleanca e ka domthon si synimin kryesor ose si direkt NATO me këtë mocionin që e kanë. Në atë aspekt që me pas një siguri, mi kallëzu tjerëve kur janë për jashtë me orë këtu, me një vetën të sigurt. Qatë moment që e një vetën të sigurt, edhe kitani do benefiti për shembull tjera që janë sigurimi shëndetësor, një punë të mirë për shembull, sikur atje që janë njerëz të kualifikuar me orë, me mësu edhe çdo një punëtor, edhe me bëu një farë ndërlidhje shqiptarëve diasporës ose mërgatës me Kosovën direkt.
Une po më intereson me ditë nëse ti kthehesh në Kosovë, a kanë më kthyer edhe fëmia, a kanë më vazhdu me nejt atje. Pa kalu te politika shumë detaje, se e di që me patjetër kena me diskutu këtë temë, po vit si fillim që disha me bosi ndërlidhje, në momentin që ti kthehesh në Kosovë, a do më kthyer edhe fëmia, a kanë qefa, e vlen atë entuziazmin e tyre me nejt në Kosovë dhe ata. Fëmija ashtu kështu ata, kur të vinë për shembull, kanë atë hezitimin direkt për me lënë Kosovën ose Shqipërinë, se bashkëshortën e kanë për Shqipërisë. Edhe kur shkojmë edhe në Shqipëri tani e vrejnë që nuk dojnë me shkua ne, se është një klimë komplet tjetër, bile për fëmijë sidomos është një shumë një ngrohtësi e madhe për fëmijën këtu, për shembull. Pa më parasysh, është një qasje këtë tjetër, si fëmija me fëmijë, për shembull, ku të shën rrugë, ful, lunë me to, atje është këtë një qasje komplet e kundërt. Më po më intereson edhe mendimi bashkëshortës, kur i tregove që po kthehesh në Kosovë dhe po kandidan për deputat, a e pat vështirë me pranu këtë sen? Jo hiç, në atë aspekt e kam pasur mbështetjen e saj komplet. Edhe jo veç tash, po e kam mbështetjen e saj në çdo rrugë që e kam pas, në çdo vendim që e kam marr, si të sajna, si të familjes, si të shoqërisë. Po më intereson cila kanë fjalët e para të sajna, ato pas parasysh që gratë kanë ashta pak ato që kanë me të pa pak më rrallë edhe me punën që ki me bo, edhe nëse zgjedhësh deputet ki me konë më shumë ka ku vendi, çka tha? Në atë aspekt që mujtë me thonë veç suksese, nuk janë dhe me thonë tema që nështë edhe aja më ka dollë me thonë ai mendim ndryshe ose diçka normal që e thëtë, po dhëtë me pasë një farë me kuptimi. Senet që i këmboj gjithë edhe në të mirë të familjes, edhe në të mirë shoqënisë, edhe në të mirë, unë shë që me orët pe gurbeti, me lonë atje për shembull do senet që janë, edhe me orët me desh më po deputet, me marrë një rrugë shumë të vështirë që unë e pesha, nuk është e lehtë. Po kur të ka një vullnet edhe kur të ka përkraje të familjes, atëherë më rrinë shumë sene, plus edhe shoqënisë. A menon që në Kosovë mund është me ja dalë me jetu, me një rrugë të një deputetit ose me një punë që këtë dina sa është rruga minimale në Kosovë? Të pas parasysh që nashta juve ju paguni atje ma shumë, po nashta njët ju shkojnë të pagu taksa, të pagu jo poreze, këto që thonë edhe jo. Si rrugë deputeti për shembull me marr ato nuk është esenca që unë muja ose jam i varur për kësaj pune. Esenca është me orë me bë diçka bashkë, se nuk është problemi sa rrugë marr si individ. Atë interes nuk e këshyri edhe si individual për shembull, po marr këshyri më përgjithësi kështu. Çka muj me kontribu për vendin, nëse e marr një pozitë aty caktuar, që edhe me lidh më bërë si u lidhës edhe me Mergotës edhe e Kosovës këtu. Shumica pe marrin këto se njerëzit po e shohin punën e deputetit thjesht sikur punë ose si pozitë, po jo sikur obligim. Çka ju kisha thënë njerëzve në këtë drejtim? Unë shoh si puna e deputetit është si punë shërbësi, me shërbëj aty njerëzve që të votojnë më pari. E dyta është me çu të projekte që ka edhe partia ku bën pjesë edhe të interesat kosovarëve, të shqiptarëve këtu, me çu përpara, nuk është çdo sen pe aty kondi që shëthet, domethënë, unë nuk e shoh. Po vjen mirë që nuk e shet të paktën dikush nuk e shet, se tani komentues ose njerëzit jashtë po e shohin se veç për një pozitë, veç për një karrikë ose një diçka, po jo ka njerëz që shohin edhe ndryshe, në rast që shet edhe ti. Mu po du me ta bëj një pyetje, të pas parasysh që shumica njerëzve po thonë që mërgjimtarët e përkrajnë Albin Kurtin. Në këtë rast i kandidon për deputet nga radhët e Aleancës. Apo na tregon pak çka çtiu me u bashku me Aleancën e jo me Albin Kurtin që shpo menojnë krejt. E para, mas pare si perceptim që Mergata, diaspora janë me Albinin, unë shoh që është e gabuar komplet. Se këto ta mujmë edhe se jam çatje dhe di me kanë merrna me çka bëj dhe komentet që bëhen përgjithësi, komentet negative jam ka foli, janë një pakicë njerëzve që komentojnë negativisht. Shumica e njerëzve që janë Mergat hezitojnë me komentu, edhe në mënyrë pozitive hezitojnë me komentu se e shohin një farë qasje negative, mos po më shon dikush, mos po më fyj dikush. Unë shoh një pjesë shumë e madhe në Mergat që janë që dominojnë, edhe që janë shumic, po që nuk komentojnë, hezitojnë me komentu. E pjesa tjetër që folëm, janë do njerëz që spritojnë më shpërfaq, spritojnë me ofendu, nuk pritojnë me përkra në këtë rast vetvendosin, edhe ato e shfaqin pa kur farë irritimi, pa kur farë njëri du me pas pak edhe moral në atë aspekt, edhe në përkraje të partive. Cila ke arsyeja pra që ti vendose që më konë Klara Moshharadinajt në këto zgjedhje? Arsyeja kryesore, unë tash jam i lidhur edhe në atë aspekt, edhe përmes biznesit jam i lidhur me Dugagjin shumë. Jam i lidhur me njerëz Dugagjinit, sidomos me Besnik Ponxhën, që kem edhe si familjar, edhe kem si njëri tonin që bashkëpunojna bashkë. Edhe në bazë që ati
bashkëpunimin, bose di kontakti që kemi edhe shoqëror, kena arritën edhe me orë deri te Partia Ramushit edhe Aleancës për shembull, si e vetmja për momentin që mund të më jap garanci me bë diçka në Kosovë. Çashtu e peshom edhe na si diasporë, si vendi ku jam, se s'po du me përfshi me fol për këtë, po si vend ku vi, e ka një mbështetje shumë të madhe. Në momentin që tregove familjarëve që po të më kthyn në Kosovë, po të me kandidu për deputet, sa kanë për krah teje ashtu, ose çka thanë, çka po do me bu për më kthyn në Kosovë dhe me kandidu për deputet. Se jena pak kështu nalu me nojna, jena optimist 2-3 herë çka po do me bua do më kthyn në Kosovë, është e mirë më kthyn në Kosovë. Vendimin kur e mora për me orë dhe më bë deputet, ke një kohë shumë e shkurtë, domethënë pak para një 2 javë që ka pas, si e mora si vendim edhe kur shkova tani. Unë veç e kisha fol me familjarë, me vllazni, me gru, veç e kisha fol këto sene, po kur shkova dhe dhash ndillën, u konë para 2 javë dikun, e djele, edhe shkova e dhash domethënë lajmin që valla kam vendosur me marrë që trupë. Unë e ku marrë veç që mbështetje domethënë pozitive shumë, sa i përket edhe vllaznive, edhe shoqërisë, edhe familjes tem komplet përgjithësi, si edhe gruaja për në atë aspekt. Ata dhanë fjalën shoqënia dhe familjarë që kanë marrë me votu, a kanë me votu prej atjet. Se që çdo ti të bëj që mundesh me votu dhe prej jashtë. Nuk e shoh edhe të arsyeshme me ma dhon fjalën ata, se e shoh që mjafton, ma mërmajna mu që e kom fitu qatë respekt për tyne, se unë e shoh një parim që e kam veç respektin s'ta fol kërkush, ato do të me fitu me mund, edhe ma mërmajna që kom arrit me fitu për tyne. A menon që në Kosovë o bu pak e vështirë me dalë me kërku votë prej qytetarëve të Kosovës, të pas parasysh që zgjedhje, po kena po mdoket ma shpesh s'dimo kur ka pas ma shpesh, edhe nashta edhe pak jena irritu për zgjedhjeve dhe premtimet pa numër ta ashtu e që në fund nashta nuk marrim kërgju. A është e vështirë, a është ti që është e vështirë me dalë me thot dikuj që votom se jam kandidat? Për mu është i raportë me thonë që po marrë pjesën këtë farë lamije, si deputet kur po dalë në atë aspekt, unë nuk po tentoj me u botë me thonë monoton që me i thonë njerëzve okej, votom nëse unë e marrë me u shpëtu juve, ose diçka në drejtim, po ato që shë e thati mire po të që patën edhe zjedhe shumë, 4 zjedhe dhe me thonë edhe njerëz janë edhe bolë ke mo, po një periudhë, ko gjatë gjatë nuk patëm 4 vjetë që s'patëm zjedhe iqë, e unë përsho që kërkesa për me të votu dikujna, për me ju drejtu dikujna direkt, unë e shoh që jo veç mi thonë ama votën lo, pa marrë parasysh çka ti si ofron atina, se unë e shoh që është raport që duhet me ofru edhe diçka, që ati votuesi që ti ja lyp votën, për me bë diçka për to. Çka po dojnë njerëzit në Kosovë me çfarë sa për vrenjtë? Çka është problemi kryesor që ata po e shprehin te ti, që kësan duhet më bë për neve që na me i votu filan parti? Unë që përshëm mas shumë dhe që u bën një përqarje e madhe, ekstreme madhe, dhe me thonë mes partisë vetë vendosje edhe këtyne tjerëve, që kjo është esenca që për vrej mas shumë ti. Edhe që kjo është që e ma e frikshme që unë përshëm që nuk u dzëme në ndodhë neve si shqiptar, po duhet me pas një bashkim, pa marrë parasysh që ka thojnë partit e caktume, bile shqiptarët le tjenë në atë aspekt bashkum, jo me ndiku qash nivel që me orë dhe me kriju edhe urrejtje ndërmjet shqiptarëve. Më po më intereson me ditë çfarë fryme kime pru në kuvendin e Kosovës, edhe çka ju premton shqiptarëve në këtë rast, kosovarëve, se me këtë term pak probleme neve, çka ju premton shqiptarëve ti? Në rast të zgjedhësh deputet dhe je në kuvendin e Kosovës, çka kime rregullu për neve? Unë si Mehmet direkt e morë me dësene të qarta që ka me mundu me pru investime për jashtë, dhe më vonë për i venit ku jetoj, me që ta njerë që njof, me pas një mundësit skjarume, dhe më thonë, me pas një zyre që vjen edhe orientueshte që ta edhe me ditë ku me arë, për shembull, një mërgjimtarë, në qëfëse nesër vjen në aeroport Prishtinës, edhe orientuet të thotë përshkoj për investoj në Kosovë, me pas një zyre, ose si ullë lidhëse, që me ditë ata një fan adresi ku me ju orientu. Ka lloj mënyra, për shembull, edhe drejtime që shqiptarët janë suksesshëm atje, dhe janë kallëzu shumë suksesshëm, që ata na duhen neve edhe në Kosovë. Pa marrë parasysh në çfarë do lamije, na jemi për shembull në laminë e Kolmev, na i kemi për shembull tash për momentin i kemi dikon 15 punëtorë që janë të kualifikuar. Ata kanë marrë një kualifikim edhe pej neve si firmë, po edhe pej atyne që e prodhojnë materialin për shembull. Në çfarë drejtime për nu me marrë me i bë edhe këto do kualifikime. Me synu për shembull rinin, unë e kam përmend shumë shpesh, por se di kjo sa ka tani bazë mu realizu shumë shpejt, se është mësimi dual që është shumë i rëndësishëm për shoqërinë. Mësimi dual bëhet përmes kompanive suksesshme, që kanë njerëz kualifikuar,
Edhe përmes shkollave, do të thonë që janë shkolla profesionale që e bojnë mësimin dual të mundshëm. Aja është për shembull çush e bojnë atje, 2 ditë shkollë, 3 ditë praktik, edhe e merr një rrogë për shembull simbolike që një 16 vjeçar kur vjen te një moshë e caktuar orientohet në çfarë drejtimi do më bëj. Aja mundësi t'japet në Gjermani shumë lehtë, për shembull se ka lami të caktuar, shumë lloj lamish që ti e ke mundësinë ku e gjon veten, zdrugtari, metalurgjin, kulma, sigurimna, ka në llamarin për shembull, ka shumë lloj drejtimi që shqiptarët mundin mi përpjekje, njerëz kualifikuar përmes kompanimeve që ekzistojnë këtu ose përmes kompanive të tjera me bëni një ndërlidhje që me pas edhe këtu një çështje çadrëti. Ti me një farforme e tregove që atje i thojnë zanat, që me bo zanatën në të njëjtën kohë dhe me punu. E ti mendon që ky sen kish funksionuar edhe në Kosovë. A mendon që kish funksionuar me neve të pas parasysh që na prit hanës dhe pranë të nina në shkollë, edhe me çast shkryje, tani shtu në diell e kena veç për menaj të shtëpia. A mendon që kishim mujt me kriju na çast shprehi që edhe duhet me punu edhe duhet me shku në shkollë na si shqiptar. A mendon që kishim kishim ambientuar me çit sen. Kur po thuaj këto na si shqiptar edhe neve peshë një diçka që edhe na që jem në gurbet, jena peshtuit. Nuk ka kur farë dallimi. Veç që duhet me pas çasti, do të thonë, sigur atje që do shërën çysh ju kena ambientuar na do rregullave që na i përcakton Gjermania, çashtu me pas edhe domthon Kosovë, do sane që kjo është edhe rregull, domthon ti përcaktuash vet, nuk është e komplikuar për shembull me marrë një zanat. Pse me shku shumë njerëz në drejtime të caktuar me tentu me studiu për shembull juridikun ekonomikun, ku sa mi vete janë aty, esenca është më mirë, do anina edhe në këtë drejtim me pas një përforcim, se nuk është që fuqia punëtore për Kosovë kur vjen, e ka pasuru shumë Gjermani, na shumë ato, në çdo aspekt. Që ata njerëz pse nuk i shfrytëzojnë me thonë hajde e ndihmojnë edhe Kosovën bashkë. Me projekte shumë lloj-llojshme që bëhet kjo, jo mbrana ditë, mbrana muaj, po kjo bëhet me një strategji të shënueshme me të njerëz që janë eksperta të lamis, edhe me tentuar që drejtimi me bëni ndryshim të qasjes në Kosovë që është ka shijet, se nuk është që ju jeni ose na jena ose ata që valla këtu s'punohet, këtu nuk bëhet. Këtu bëhet, po duhet mi pas do sene që ma shumë konkretisht më bëj, veç mi fol edhe mos më bë kërkërsen. A mendon që është ajo që na shqiptar pak e dojna edhe zorin? Domethënë nëse na këtu jena që s'punojna, kur shkojna në Gjermani, janë me rregulla do sene edhe nuk i çare pa ju përmbajtja sa. A mendon që çiketa na mungon rregulli, edhe mungon që më konë i shkrum një sen që dush me bo qëtallë o kry. Nuk është që zori, atje kur jena shku, kur jem dalë si Mehmet, në 2009 për shembull, për këthejnë edhe herë, jem dalë atje edhe kom pas një farë mundësie, kur t'jesh atje, ti bash maj vetëdijshëm, maj ki vetë besimat malë. Edhe më varet çdo sen për te tani. Nuk më është me pritë që valla na shtam një manë baba, për shembull nona, vlloi madh ose në atë aspekt nuk pret mund tim pe kërkon apo duhet migro vet. Edhe çaja çosje duhet më pas edhe në Kosovë një ri për shembull që tenton me bëj diçka në jetë, mos me kanë varën pe kërkon apo me kanë i pamvarën, me pas një vetbesim që mundet me arrit vetë. Çka është seni parë që kishe bërë në rast se ishe zgjedh deputet? Seni parë që unë është më të rëndësishme është domethënë sot për sot edhe si deputet, po edhe si e përfaqësoj edhe subjektin politik aleancën është siguria në vend, që nëse mas nëse çdo çaj përmenda domethënë mos me pas hezitim për me orë këtu me investu. Se këtë çdo sa në çaj fola dhe ishtash janë shumë ndërlidhur në me tjetër me sigurinë kombëtare. Siguria kombëtare, siguria e shtetit ndërlidhet ngushtë me antarësimin ato që do sene që i ka premtuar edhe kryetari jon Ramush Haradinaj edhe ndërlidhet shumë sene me çto. Unë shoh si esenca ose si plani i parë edhe si subjekt edhe si Mehmet me tentuar si drejtim me bëni garanci një siguri që njerëz kur të vinë që to tani ato tjera të vinë tani edhe kushtet infrastrukturore, rrugët. Në bazë të eksperiencës, në me tënë këtë punë që e ke bërë në Gjermani, çka mendon që është të bëu diçka gabim Albin Kurti në ekonominë e vendit tonë pra në Kosovë? Në bazë të eksperiencës që kam rri me bënë në Gjermani, edhe në bazë që ati vlerësimit që real që unë e bëj për këtu, do më thonë shumë sene ose krejt sene thuj e më bërë gabim sa i përket zhvillimit ekonomik ose investimeve kapitale që Kosovës i bjën shumë. Unë shoh shumë rëndësi edhe transparenca të mëdha që nuk është kërkon nivel. Këto vitet e mbroma, domethënë këto 5 vitet e mbroma, çdo sen ka tentuar më shef, më bëm ku e diun me kontrata një burimore,
pa i tregu publikut ose qytetarëve të Kosovës çau ka bëhet me parën e tyne, se në fundit parë është e qytetarit. Edhe me që ato parë menaxhohet, edhe merr për shembull me menaxhim, që aty në parë ti i krijon edhe kushte që atij qytetarit. Edhe në që drejtim të më thonë është që ka shumë ngeci. Bile 5 vitet e mbroma ka ekstrem. Ngecje. Unë po ta bëj një pyetje, para 2 ditëve ka qarkulluar një deklarat që le të vinë mërgjimtarët edhe le të jetojnë në Kosovë një 3 muaj, edhe le të shohin qeverisën e Albin Kurtit le të përballen me sanat që përballemi na që jetojnë këtu çdo ditë. Cili është mendimi yt mbi këtë deklarat? A mendon që për një me do të marrë mërgjimtarët me ne ka 3-4 muaj në Kosovë për me pasë me çka përballemi na? Pse domosdoshmërisht ka kanë domthon gurbetçorët ose mërgjimtarët ka kanë me Albinin, kur ki edhe në Kosovë domthon që janë kundër Albinit ose janë me parti tjera në atë aspekt. Atëra s'ka s'pëtash kanë në atë aspekt me ne këtu, ose me pas një farë me prek realitetin Kosovë, nuk ka veç që këtyne që janë votues të Albinit. Mërgatës mujnë mi thonë shli për shembull në atë aspekt që ato që dojnë me dhonë edhe mujnë me dhonë për Kosovën le të japin, edhe në qoftë se është përmes votës. Po të pas parasysh që çmimet, që janë rritin që periudhën e fundit, nuk është që ka pas rritje të çmimeve që ka tash. Na përballemi me sene që energjia elektrike, që na vjen tepër shumë shtrejt, e nashta në çet kontekst. A mendon që është fajtori dikun e që na nashta nuk jena të e pasur, nuk e dina se ku është. Sa i përket rritjes rryme se këtu sene çapo na vinë si befasia, që për shkakun tani veç kur po vjen edhe po ndodh, pa paralajmërim pas sen ato janë tani edhe keq menaxhim, janë tendencë për me përfitu dikush individi, jo shteti, jo qytetarët, për me fitu njerëz që apo shohun nëpër media na për shembull janë sene shumë të këqija që janë kanë ndodhur në kohën e mëron. Edhe sa i përket rrymës, edhe energjisë për shembull, me çuçi përcjella një fakt që ke me 8 prill për shembull kanë 7.000 euro të paguar në shtetin e Kosovës, me 9 prill më herë hyp ke 362.000 euro. Domethënë janë diferenca që nuk kanë bazë, nuk kanë çfarë të thënë, bojnë më me vërejtë që nuk ka transparencë, nuk ka qëllim të mirë për me bëu për këtë vend, po janë tendenca mi pasuru do individa. Të pas parasysh po vrehet që shqiptarët në Kosovë janë pak të zhgënjur prej qeverisjes, nashta edhe prej keq qeverisjes. Çka kish bëu Mehmeti për qytetarët e Kosovës që mendon që gjithsesi për neve kena nevojë për ata? Unë shumë lamia si e përmendën në fillim edhe bashkëpunimi me Mërgatën, me Ardhmë, me Stu, janë sene tjera bujqësia për marrë një shembull shumë thjesht, për shembull subvencionet që bëhen në bujqësi, edhe jepen individit, për shembull 400 euro për marrë si shembull thjesht, jepen për një hektar me millaj. Ai i merr parat edhe nuk bën kurrë me atë punë. Esenca është që shteti duhet me pas një farë unë shoh në gjermani që shtu që komponi sen që bujku nuk shihet mos sikur para luftës që kena pas na buk goja ato, që jena marrë tonë për i qësoj pune, po në këtë kohë që shina sët, nuk është e nevojshme që çdo njëri me marrë me punu token, edhe me detyrutje ato, po është në bazë me pa këto si biznes. Edhe mu investu në qatë drejtim që njerëzit me pas, jo veç një orë ose një hektar, po me pas shumë, që ama qata njerëz që janë të interesuar me zhvillu biznes me atë punë. E jo më nevojë familjare ose që shkon përpara. Cilat janë disa pika kyçe, në cilat Mehmeti e kishte ngrit zonin për çato, edhe që kishte dashur që në Kosovë çato pika më bu më mirë. Ti e përmendën bujqësinë, e përmendën energjinë elektrike, e përmendën disa që nuk po kanë transparencë, por në cilat janë ato pikat kyçe që ti kishe investu kohën to që më u bu më mirë në to. Unë shoh që edhe mua që më ka prek një sen që është shumë elementar për shembull për diasporën edhe për qytetarët e këtuj, që janë ndërlidhë tonëve, janë do patunshmëri që janë blen nga ana e Mërgatës, janë këtu dhe kanë investu, i kanë blen një banesë për shembull, edhe çato banesa nuk janë hala domethënë tu tentu me një mund njerëzve ose qytetarëve që me marr pronësinë e vet. Me marr fletën posëduese. Unë ngaj për shembull vetë si Mehmet që sa kohë got nuk kam asku më drejtu në atë aspekt që me marr për një banesë që e kem për shembull me marr fletë posëduese ose për një pasuri të patunshme që e ki, do të më ja bëni zgjidhje shumë thjesht, është shumë elementare. Pranimi teknik që e kanë si arsye tim do sana ato ndërtesa po rën, edhe pranimi teknike shkojnë të zhvot edhe asmerret kërkush me to. Pranimi teknik vjen tani edhe dete fleta posëduese që i vijnë qytetarëve, se Mërgata si njerëz na shushim, që kam dhënë si shok atje, vinë investojnë këtu edhe investojnë një kapital të vetin me një banesë caktuar. Çaja banesë për shembull ai don me zhvillu biznesin. Mundësia reale është çat banesë me shtijaj për shembull nëse mos nesër në bank, si hipotek edhe me zhvillu biznes më të gjanur, me ngrit ekonominë, për shembull, jo veç në drejtim të banesa, edhe me ndërtu veç banesa, po me pas shumë lloj idesh që mërgjimtarët mujnë me pru këtë. Edhe jam shumë i bindën që ata veç që duajnë një hapësinë, një fushë veprim,
Milan me vepru se kanë ide së dush. Na vetë sa rrethëm të fundi edhe besoj kena prej këto na pika të cilat na kena dashur me diskutuar, besoj që s'ka me diçka bëj, nëse të ka me diçka bëj që ki hapësirën me cek edhe me thonë gjithçka, po unë për fund ta kisha lyp një mesazh për krejt qytetarët e Kosovës, çka ju kisha thonë. Unë një mesazh kryesor që e kisha thonë, domethënë më herët e folëm edhe këto zgjedhjet shpeshta ne kjo ajo. Veç le të mendojnë një sen për shembull çka na çon përpara si këmbë, si shtet, e jo mos si parti të ndryshme. Veç këtë mesazh kisha pas më dhon, le të këshyejnë interesin e shtetit, e shqiptarëve, e jo interesin e partive ose të individëve. Që kjo ke nga unë jam, ju falenderoj shumë për kohën. Zotë Klinaku, shumë falenderoj ty që ke ndonë kohë me konë me neve bashkë, e na miru ta kofshëm e juve suksese. Shumë falenderoj. Kështu që mish të gazetës Demos, të podcastit Tupa Tupo, kaç keshim për këtë të diel, shemi të dielën e ardhshme, tung tung. Tupa Tupa Tupa. Tupa Tupa. Tupa Tupo. Tupa Tupa. Tupa Tupa. Tupa Tupo.